70% të ushtrisë së serbe pranë kufirit me Kosovën. Por ai në anën tjetër ka siguruar se FSK-ja në bashkëpunim me aleatët ndërkombëtar është e gatshme që të mbrojë çdo pëllëm të territorit. A ka të vërteta në këtë deklaratë? A ka një rrezik real për një ballafaqim? Do të flasim bashkë me një panel tejet unik. Në hyrje të programit, fillimisht do të kemi një komunikim me ish ushtarakun britanik Ed Klulow, që në fakt edhe ka shërbyer në Kosovë, e ka qenë edhe në Kosova Today dhe ka një libër të veçantë lidhur me punën e tij në Kosovë. Zoti Klulow, mirë se vjen në Kosova Today. So we are live now. Ju faleminderit, kënaqësi ta jem në emisionin e juaj. Gjithmonë kënaqësi ju kemi në Kosova Today, zotri Klulow, dhe pyetjen e parë të ta bëj në lidhje me aktualitetin e fundit. Është ministri i mbrojtjes Ejop Maqedonci që deklaron se 70% e ushtrisë së Serbisë është afër kufirit të Kosovës. Si shikon bota britanike këto deklarata të tilla dhe realisht cili është këndvështrimi juaj në lidhje me vërtetësinë e kësaj deklarate? Mendoj që dihet botërisht që Serbia ka instalime të bollshme në kufi me Kosovën, instalacione ushtarake, dhe dim që Serbia dëshiron që të tregoj fuqinë e saj ushtarake në rast nëse dëshiron që të kthehet prapa në kohë dhe në një farë mënyre të kryen një invazion në teritorin në Kosovës, por gjithashtu e dime që edhe Vučići është në ndrysni të madhe të brendshme dhe dëshiron që të krijoj përshtypje që forcat ushtarake janë aty. Do të thotë për gjitha kjo është si për konsum të brendshëm, ashtu dhe për audiencën ndërkombëtare. Po, ne e kuptojmë qasjen destruktive të Serbisë në krye me Vučićin, por në përgjithësi, sepse këtë punë kanë dhe këtë retorik përdori në vazhdimsi. Por nuk e kuptojmë në fakt deklarimin e ministrit në detyrë Maqedonci, i cili në ditën kur po mbahet Defender Europe, ku ka zbarkuar 29 ushtri të botës në Kosovë, të thoshte dhe të jepte një deklarim të tillë. Pyetja ime për ju, zoti Klulow, se ju jeni njëri adekuat në fushën e çështjeve ushtarake, me 70%, siç na ka thënë Maqedonci, i bie që rreth 200.000 ushtarë serb janë rreth kufirit Kosovës. Por, unë nuk kam qasje në numra statistika të sakta. Është detyre inteligjencës qoftë NATO-s, apo edhe inteligjencës së Kosovës, të cilë mund ta kenë pasqyrën më të mirë, por ministri i mbrojtjes ka deklaruar që 70% gjojat të forcave ushtarake serbe janë në kufi me Kosovën. Qoftë edhe gjysma e këtij numri, atëherë është pavarësisht kësaj një numër i konsiderueshëm që të dërgohen në kufi me Kosovën. Do të thotë në kufi me një shtet që nuk tregon kurfar kërcënimi për Serbinë. Është vërtet një kokçarje se si Serbia e trajton në mënyrë negative dhe agresive shtetësinë e Kosovës, dhe sigurisht kjo nuk i ndihmon aspiratat që edhe Kosova të shkoj tutje dhe kundrejt integrimit evropian dhe integrimit në NATO në terma të përgjithshme. Zotri Klulow, ne e dim se ka një situatë shumë fragjile në Serbi, edhe gjithashtu e dim se aktualisht kryeemri i përmendur në vendin tonë është ministri i bujqësisë Peci. Dhe na intereson të dim në qoftë se ky deklarim i ministrit të mbrojtjes do të merret si diçka me të vërtetë e rrezikshme dhe diçka që do t'i hapim syt para tij, apo do të merret si një tentativë për ta zhvendosur vëmendjen e opinionit publik nga skandalet të cilat ndodhin aktualisht tek një rrezik potencial që mund na vijë nga Serbia?
The timing is interesting and it Koha është interesante dhe vërtet mund të jetë që e ka zgjedhur këtë kohë për këtë deklaratë për çështjet të brendshme në Kosovë. Ju sapo thatë, Defender Europe është duke u kryer me më shumë se 20 shtete të cilat i kanë dërguar ushtarët jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon. Meqense është shumë e rëndësishme që të kemi edhe përkrahjen ndërkombëtare të shumë shteteve për Kosovën, por Serbia është një kërcënim. Dhe potenciali i Serbisë që t'i lëviz forcat e saj në veri të Kosovës, unë mendoj që është kërcënim i vërtet. Dhe pyetja që duhet shtruar është se kush do ta mbron Kosovën nëse kjo ndodh në realitet. E dim që KFOR-i, misioni KFOR-it, është për një lëvizje të sigurt dhe paqe në Kosovë, po e kemi edhe një organizatë që është e politizuar. Po na thoni zoti Klullo që KFOR-i është i politizuar, sepse në fakt unë këtë desha t'ju pyes, nëse 70% e ushtrisë serbe është buz kufirin me Kosovën, pse s'ka një alarm nga NATO-ja, se në fund të fundit ballafaqimi i Serbisë do të ishte me NATO, me trupat e KFOR-it këtu. Ashtu siç thash, KFOR-i si organizatë për shumë shteteve është e politizuar. Kjo ishte edhe kur isha unë në Kosovë, do të vazhdoj edhe tutje, sepse ka dhe forcat të cilat kontribojnë në Kosovë dhe as nuk e njohin pavarësinë në Kosovës. Dhe kjo është një nxitje në politizimin për brenda organizatës, por pyetja që duhet shtruar është a kontribon shtetet kyçe, a janë në gjendje që të shkrepim plumba, tekstualisht thënë, dhe të angazhohen me forcat serbe. Nëse forcat serbe vendosin që të ndërmarrin një hap të madh dhe të kalojnë kufirin dhe të futen në Kosovë, KFOR-i a do ta interpretoj këtë si një sulm kundër edhe misionit të KFOR-it? Kjo është pyetja që ne duhet shtruar së pari. Dhe zotri Klillo, pikërisht do t'jetë edhe pyetja jonë për juve, cila do t'ishte përgjigja nga këndvështrimi juaj në lidhje me pyetjen që sapo bët? Well, that's a very good question. Është pyetje e mirë. Unë do doja të mendoj që brenda NATO-s dhe në Bruxelles dhe në veçanti në shtetet kyçe të cilat marrin pjesë në KFOR që ta vazhdojnë me rolin e tyre kundër çfarëdo faktori destabilizues. Do dëshiroj të mendoj që KFOR-i do të ballafaqohet meqense janë forca e tretë për tu përgjigjur. Serbia ka kapacitet, por unë mendoj që KFOR-i duhet që të përveç tjera duhet që ta pengoj Serbinë që të vendoset në veri të Kosovës nëse Serbia vendos që të realizoj invazion në veri të Kosovës. Nuk mendoj që kjo do të ndodhë në kohën e afërt, por është një kërcënim që duhet marrë në mënyrë serioze dhe të gjithë duhet të jemi të gatshëm për diçka të tillë. Nëse zoti Klullo na thoni se KFOR NATO është një organizatë politike dhe siç edhe e dim, forcat të cilat operojnë në kuadër të shteteve të tyre janë pra shumë prej tyre apo disa në gishta mund i njehim, janë shtete që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, por kjo në fakt nuk është tematizuar kur për faktin që disa prej tyre dhe kanë shtuar trupat, e ka pasur edhe deklarime skandaloze. Por pyetja ime për ju është me që po përmendni favorizimin politik. Ne vitin e kaluar kishim në krye të komandës së KFOR-it shtetin e Turqisë. A i bie kjo që varësisht nga shteti që kontrollon dhe ka në fakt në komandë të saj udhëheqjen e KFOR-it, Kosova favorizohet më shumë dhe kur është një shtet i cili nuk ka raporte të mira me Kosovës, më pas Kosova nuk është e sigurt?
Oh, well, I mean, I think it's reasonable to... Është arsyeshme që të deduktohet ky mendim, respektivisht që shteti që ka përvojë më të madhe ushtarake e njeh pavarësinë në Kosovë, se njeh nevojën e stabilitetit në Kosovë dhe në rajon, atëherë që do të interpretojnë misionin e tyre në mënyrë të veçantë. Kjo është një deklaratë hipotetike, por çfarë them, nëse keni trupa nga shtetet të cilat potencialisht janë në vija me Serbinë, për shembull tropat slovake në kuadër të KFOR-it. Atëherë shtrohet pyetja nëse ushtarët slovak do ta marrin autorizimin që të ballafaqohen me forcat serbe. Kjo është një pyetje hipotetike e cila duhet të përgjigjet. Dhe në fakt, të kurimit e trupat slovake për ta plotësuar, të njëjtit kishin pasur deklarime se po vinë, Serbia i kishte përdorur më pas këto se të njëjta trupa do të kujdesen për qytetarët serb në veri të vendit. Yes, but I think it's... Po, mirë po. We don't want to fall into... Nuk dëshiroj që të bijmë tani edhe në grackën e propagandës së Beogradit. NATO është i shikon gjithë grupet etnike barazi dhe për këtë janë orvatur që nga fillimi i misionit, edhe në 2023 kemi parë që kanë qenë vërtet të zëtuar që ta bëjnë gjëjen e duhur. Është një mit, e dim që është mit, mitologji, propagandë Beogradit, që pakica serbe në veri të Kosovës në një farë mënyre është duke u penalizuar. Mendoj se jo, dhe KFOR-i nuk ka kurrë qëllimi që ta marrë anën e një grup etnike apo grupet tjetër. Nëse këtë është duke bërë, atëherë i gjithë misioni i KFOR-it do të bie në mëdyshe dhe nuk duket që KFOR-i të lejë diçka të tillë. Triklullo, nëse e keni vërejtur kohën e fundit, deklaratat janë shumë më kontradiktore se qeshin ato në mes të Donald Trump dhe Vladimir Putin. Ne e shohim se e kemi një Putin shumë të interesuar për ta vazhduar luftën dhe misionin e tij në Ukrainë. Gjithashtu e shohim situatën e cila po del jashtë kontrollit dal nga protestat në Serbi. E kemi pasur edhe vizitën e Vučićit në Moskë. A ka mundësi që ky të jetë momenti kur Vučić e inskenon një destabilizim në Kosovë apo në Republika Srpska me qëllim që të shfryhet nga presioni i brendshëm i cili e mundon në baza ditore? Shkurt e shqip, po. Rreziku është i lartë dhe historia globale e liderëve autokrat nga barë botës na kanë mësuar që janë në gjendje që të shpërqendrojnë popullatën e tyre nga problemet e vërteta të brendshme. Dhe po e njëjta është duke zhvilluar në Serbi. Mendoj që është një breng e vërtet duke gjikuar me aktualitetin, me kohën. Koha nuk është në favor, sepse kemi në shtëpi të bardhë Donald Trumpin, por gjithashtu nuk mund të shkyqemi as nga zhvillimet në Kosovë apo Ballkanin perëndimor nga ajo se çfarë po ndodh në Ukrainë, sepse Putini në mënyrë definitive nuk dëshiron që të shoh forcat britanike evropiane të dërguara në Ukrainë. Prandaj ai do të përpiqet që të bëjë çfarëdo që është e nevojshme që të fokusohet Evropa, Britania nga ky mision dhe këtë mund ta bëj për shpërqendrimin e Evropës dhe Britanisë përmes Vučićit në Serbi dhe duke krijuar situatën në veri të Kosovës. Një pyetje fare për fund kur jemi tek deklarimi i ministrit Maqedonci, i njëjti në një televizion shqiptar ka deklaruar se mund të ndodhë që të kemi edhe një bashkëpunim ushtarak Kosovë Shtetet Bashkuara të Amerikës që në kuptimin që të prodhohet armatem dhe pjesë të tjera përcjellëse në këtë. A ka ndonjë çështje politike që mund ta ndalë Trumpin dhe ta bëjë Trumpin që ta ndalë këtë projekt? Who knows? Kush e din?
Kush e di? Honestly, it's impossible. Sinqerisht ju them është vërtet që të gjykohet deklarata apo hapi radhës si presidentin Trump është misioni pamundur, por duhet të jemi vërtet të kujdesshëm sepse kemi situatë kogja ndryshe gjeopolitike, geostrategjike në botë dhe duhet të sigurohemi që Kosova nuk përmes vendimeve nuk anon në anën e gabuar. Prandaj, si Kosovë, si shtet, është teje të rëndësishme që të angazhohet së bashku me komunitetin ndërkombëtar nga sot dhe tutje. Zotri Klilo, ishte shumë kënaqësi të jemi së bashku në Kosova Today. Faleminderit për të gjitha këto këndvështrimet tuaja dhe urojmë që në të ardhmen të kemi mundësinë që prapë t'ju kemi në studion tonë. Thank you. Bye Thank you bye. very much. Thanks. Panelit britanik Ed Klulo, i cili në fakt ka qenë edhe në këtë studio të Kosova Today. Ne për pak qase do të hapim edhe një sondazh për gjithë ju që na shihni live në YouTube, sepse jeni të shumt, si zakonisht dhe ju jemi shumë mirënjohës, lidhur me mbase përshtypjet tuaja për situatën e sigurisë në vendin tonë, në veçanti pas deklarimeve të ministrit të mbrojtjes në detyrë e Maqedoncit. Natyrisht ky është një komunikim me Ed Klulo nga perspektiva ndërkombëtare. Në të njëjtën temë do të jemi me Vullnet Krasniqin, i cili vetëm pas pak do të bashkangjitet përmes edhe tashmë është i shpejtë, është këtu gjithmonë Vullneti. Faleminderit shumë Vullnet. Përshëndetje Jona, përshëndetje Kran. Edhe eksperti i sigurisë, zotri Bedre Lezi, por fillimisht e fillojmë bisedën me Vullnetin. A shkojna si shumë interesant ke intervista. Po, shumë interesant ke intervista, edhe kësha pas. Nuk e dëgjoj për momentin Vullnetin, Vullnet një sekondë dhe pastaj do të thejeni edhe jo prapë. Po. E në rregull. Dëgjoni ajo. Tash po. Okej. Ke shumë interesant një detaj që më herët nuk është diskutu, politizimi i këforit. Po. Edhe në ndërkohë që kështë të ndjek intervistën, i gjitha disa shifra që më ne që janë shumë interesante. Rumania nuk e nje Kosovën, i ka 182 ushtarë në Kosovë. Greqia nuk e nje Kosovën, 121 ushtarë. Armenia nuk e nje Kosovën, 57 ushtarë. Moldavia 44 ushtarë. Edhe Slovakia 60 ushtarë. Do më thoni kemi 2, 4, 5 vende që janë prezente në Kosovë. Spanja nuk është prezente në ushtarë në këfar. Por, unë nuk mënej që është një farë problemi shumë i madhë kjo. Sa ke numri në përgjithësi vendeve që nuk na ka njoftur, pra i ushtarëve që vinë nga ato vende që nuk na ka njoftur? Po, që është të njëllë, si të gjova? Sa ke kjo numri i ushtarëve për cilët? Numri i ushtarëve ke dikon, dhe më thënë, 182, 121, dikon ja 500 diçka ushtarë. Okej. Ike, paka shumë. Bashkë me ta Slovakisë. Por Vullnet, që shikon ti? E shikon edhe ti një politizim ashtu si që ceku zotri Klullo para prakisht? Po, ama nuk mënej që kjo diskutim është i rëndësishëm kër të bëhet fjallë për mbrojtjen e vijes kufitare. Sepse, unë mënej që atje është një farë politike që është tjetër, kjo ma shumë ka të bëjë me rajonet tjera të Kosovës. Vullnet, ti mendon që është rastësi që trupat e këforit turk janë zhvendosur pas atyre italiane në veriun e Kosovës? Po, nuk e mënej që ka qenë një rastësi, ma shumë mënej ka të bëjë me një repozicionim të ushtrisë turke mbranda këforit e mbranda Kosovës, edhe ma shumë me shumë këtë aspekt. Por, edhe një detaj tjetër. Unë e dëgjova ministrin e jo Maqedoncin në intervjisën që këtë adyshim. Edhe ai në asnjë moment nuk e tha që këtë lajmë sikur një lajmë të ri. Nëse dëgjoni mirë, unë nuk e kuptoj ka mediat e kanë nxjerrë këtë farë. Jo, nuk e tha si lajmë të ri, por megjithatë pse duhet të thuhej dhe të ritheksohej dje, sidomos për faktin që është mbajtur një super ushtrem në Kosovë që ne ishim penalizuar, Vullnet, vitin e kaluar ishim penalizuar. Po, sepse ministri Maqedoncit po fliste për Defender Europe, për aksionin që është të majtë, për ushtrimet që janë të majtë në Kosovë e në disa vende të Evropës. Edhe në ndërkohë aty po fliste për rrezikur, edhe tha që ne kemi paralajmëruar dihet tashmë botërisht që Serbia 70% të forcës saj ushtarake ka të pozicionuar në kufi gati me Kosovën. Dhe me thënë, nuk ishte diçka e re që ajo tha si një lajm i cili e pra Vullnet, pse e tha, po i del një kujt në dim, do me prish diskursin publik, zotri Maqedonci, apo për çfarë arsye pra përmendi këtë lajme, e ri përmendi, ose e ri ceku këtë... Sepse Defender Europe nuk është kundër Serbisë në realitet, kështu që pse se do duhet ta thoshte këtë?
Ama nëse shohim këtë intervistën e Maqedonisë, nuk më dok që aje përmendi në kuptimin që për me deviju atë diskursi publik rreth asaj që ka ndodhur në ministrinë ose prokuria që po heton Ministrinë e Bujqësisë. Domethënë është një rrezik real që mendoj që Maqedonci po don me e potencu vazhdimisht, por nuk është diçka një rrezik i ri. Atëre nëse është rrezik real dhe KFOR-i e di këtë, e ka këtë informatë, se nuk ka një alarm në këtë. Dhe ai e tha që e din KFOR-i këtë. Dhe se s'ka një alarm, Vullnet, se s'ka një alarm më të madh në këtë, apo thjesht është çështje që s'ndryshohet. Po, veç unë lexova, nashta zoti Lezi mund të më jap më shumë se din më shumë informacione për mënyrën, por unë lexova një far guide që ke edhe natës së KFOR-it, edhe KFOR-i do të më ndodh kohë, janë një far lëvizje shumë e madhe për me ngrit alarmin. Kështu që unë nuk mendoj që më shumë janë të ngrit njerëzit nëpër media, njerëz figura publike se natyrisht nëse kur përmendet lufta, frika është më e madhe tek njerëzit. E kuptoj. Kjo po ndodh. Tash, nëse nuk është një situatë e re, Lezi, fillimisht mirë se vjen në program, se nuk di nëse u përshëndetëm, nëse nuk është një situatë e re, kur ka ndodhur ky dislokem i trupave, pra 70%, kur ka qenë ajo dita kur Serbia ka dhënë urdhër që trupat e saj të vendosen buzë Kosovës? Nëse është një situatë çështje vjetësh në kuptimin 3 vjet, 4 vjet, 5 vjet, të duhej mbasi ta kishim këtë informatë në kohë, e jo kaq vonë, ta bëhet publike dhe në anën tjetër nëse është një situatë 20 vjeçare pse flitet me këtë. Se ke mikrofonin mirë më thonë, le ta rregullojmë, kthehemi te Vullnetin. Ndjes, Lezi. Vullnet, kur pas ka ndodhur, që sa është kjo situatë, pra, pyetja konkrete. A di pse, unë ç'është shoqë këto. Meqense kemi një prani shumë të madhe aktuale të forcave të NATO-s në Kosovë, unë mendoj që ajo Maqedonci po do të ngritë edhe një herë, në shqetësim, të cilin me bë pak më shumë në diskutim. Po pse s'ua ka thënë në sy, po e thot në media, sepse kjo është më pas ngjallje panikës, Vullnet. Po, ama nuk ka dola me thonë vetëm që të lajmë. Kjo ke vetëm një fjali në intervistën 30 minutë që të tina. Unë nuk e posh, unë kur e posh deklaratën e tina, unë menova se ka shumë e fasatusi, ose ka dolë në një deklaratë që është specifike bashkë për qëto. Diskutimi ke 30 minuta për gjithë shka falin atë. E pse pra Vullnet që kjo për me ardhin? Sepse është diskutu A di pse? Sepse na e dina që tri elemente që ngjallin te për shumë interes në rrjetet sociale janë frika është e para. Në Kosovë, mos harrojmë që ekziston kolektivisht një frikë shumë e madhe. Se na sa kemi dalë për një luftës, na mundna me thonë që kanë kaluar 25 vjet, edhe mundna me Mirë, Vullnet, veç edhe një pyetje sepse do ta shpërndajmë pak bisedën, do dalim edhe tek zotëri Lezi, po më intereson ta dim një rikapitullim shumë të shpejt. Pra ti mendon që situata është me të vërtetë serioze? Po, është me qartë. Okej, në pyetjen që drejtova më herët e Lezi, që sa kohë pra ka dislokuar Serbia trupat e saj 70% ushtrisë, unë me Ed Klulow, ish ushtarakun nga Anglia, e pyeta në numra sa i bie kjo, dhe nga ato që janë në dispozicion në internet, po i bie që janë dikur 200.000 trupa serbe në proporcion me numrin e ushtrisë Serbi. Kështu më doli mua, nuk do të thotë që është saktë. E para kjo, e dyta natyrisht se është një lajm që do duhet ta dente Ministri i Mbrojtjes, po pse duhet ta thotë në televizion, sepse në fund të fundit Serbia do të ballafaqohet me KFOR-in, jo me qeverinë e Kosovës. Duhet të sqarojmë mirë këtë punë. Para nuk qëndron ajo për cilën ka fol vetë ministri. Unë kam shumë respekt për ministrin Maqedonci, nëse është dikush që kam respekt në këtë qeveri është ministri Maqedonci, por në fakt e kundërshtoj në deklarimet e tij. Pavarësisht faktit që pajtona me ata që ta Vullneti se në një bisedë gjatë që ka pas, ka folur për që megjithatë një ministër duhet të ketë mund të themi nevojat apo mund të ketë trajnimet e nevojshme për me komuniku me qytetarë. Pra do duhet ta thoshte këtë? Sigurisht që duhet kishte një kujdes edhe për arsye se nuk kemi pa veprime konkrete operacionale, për shembull, çështja e ngritjes nivelit të vigjilencës apo të sigurisë në Kosovë. Ka një standard. Në momentin kur Zotë Lezi, kena po një vizit të KFOR-it që është në marë në rrugët e legale në veri. Kemi po një vizit të KFOR-it patrullime të mëdha. Edhe specifike të KFOR-it. A e kishe për FSK-n apo për KFOR-in? Jo, më përfolim përgjithësi. Vëllat, vetëm lehtë të them. Forcat më të mëdha të Serbisë janë disloku afër kufirit në Kosovën diku parafërsisht 2 ditë 3 pas rastit Banjskës. Me njerë pas Banjskës kanë ndodhur. Një herë 2-3 ditë pas, dhe për këtë ka fol edhe Britania Madhe, ka fol edhe SBA-ja, ka fol edhe NATO,
Dhe nuk është numri i tillë, po janë disa baza që realisht janë të vendosura 28 baza janë. 28 baza që janë të vendosura dikon nga viti 2004. Pra ato që na keni folur që sa kohë, që janë të njëjtat. Është e vërtetë që janë 3 baza të ndryshme jashtë bazave ushtarake, ku besohet dhe dyshohet që trajnohen grupe të caktuara që janë përgjegjësi të Radojqiqit. Ajo që duhet ta them, në rastin konkret, ministri maqedonci minimalisht u deshke me citu faktin që kjo ngjarje apo këto zhvillime kanë ndodhur më njerë mas Banjskës, edhe trupat operacionale të KFOR-it, apo operacioni 434, për ja përmendi edhe këtë fakt, kanë ndodhur pikërisht pas Banjskës, ku janë disloku ushtar të KFOR-it nga baza tjera apo brigada tjera, se KFOR-i shtrihet në 6 brigada, sidomos janë disloku disa njësit veçanta të bazës amerikane Bonstil, përfshi edhe ata të Turqisë pas një analize që ka nga inteligjenca e NATO-s. Këtu u përmend politizimi i trupave, u përmend politizimi i kontingjenteve të ndryshme të KFOR-it. Dhe tash neve na intereson të dimë çfarë do thotë ky politizim dhe a ka ndryshuar pikërisht, a ka ndodhur dislokimi i trupave të ndryshme si pasojë e këtij orientimi politik që kanë trupat të cilat gjenden në vendin tonë. Jo, në asnjë mënyrë. NATO e ka qendrën operacionale të saj, që është duke operuar në nivel të NATO-s, pashtu e ka një njësi, një departament saj që është në kuadër të KFOR-it dhe është në HQ Prishtina, ku shefi operacione, apo komandanti operacione, koloneli ka obligim në bazë të informacioneve të njësive inteligjencës që vinë prej brigadave, apo inteligjencës së KFOR-it e cila është në kuadër të HQ KFOR në Kosovë, dhe pashtu në bazë të informacione të partnerëve të NATO-s të cilët në vazhdimsi komunikojnë. Mos të harrojmë një fakt. Çdo të hanë ka takim në inteligjenca e KFOR-it ku trajton çështjet e sigurisë dhe në bazë të këtij raporti që vjen nga komanda e inteligjencës hartohen planet operative të KFOR-it. Dhe në kuadër të saj, në kuadër të kësaj, kjo përgjigjem vetëm nga ata që ta kjo konkretisht. Në kuadër të kësaj, Turqia dhe disa vende kishin kërkuar të shtojnë forcat e saj, kishin shprehur vullnetin të shtojnë numrin e forcave të saj në Kosovë dhe ishin disloku aty ku është. E kuptoj, por pse ndodh ndrimi i komandës? Është natyrisht është një afat i cili ndryshon për faktin se ka rregullore të caktuara sa e mbajnë komandën dhe cili shtet e mban kur. A ka pasur ndrim më të shpejtë të komandës? Kjo është shumë e rëndësishme kjo pyetje. A e ka lëshuar Turqit më shpejt se që duaj? Po, kjo është një çështje. Dhe a ka pasur një ekskomunikim të turqëve në kohën kur kanë pasur komandën e KFOR-it me një politikan kosovar? Shumë e saktë, jo, dhe mund të them që ndëshkimi që u ka bo antarit të NATO-s Turqisë në raport me shkputjen e shkurt, apo detyrën e shkurt të zyrtarit të ushtrisë turke në kuadër të komandës KFOR-it si komandant, kanë qenë 2 gabime. E para e kujtot se i njëjti kishte lejuar apo kishte rrjedhë informacione në lidhje me disa zhvillime në kufirin me Kosovën, që është jashtë kompetencës së tij, pa një pëlqim paraprak komandos qendrore të NATO-s nuk mund të komunikohet në gjë të tillë. Dhe e dyta për dronin e famshëm? Po. Okej. Dhe dyta që është një detaj shumë i rëndësishëm, ka pas minimalisht 2 takime të paautorizuara. Komandanti i KFOR-it dhe e prorët e lartë të komandave të brigadave kanë një protokoll paraprak të lejimit takime me persona apo personalitete. Paraprakisht ushtrohet një kërkesë e cila ka një kohë 10 ditore për t'u aprovuar nga qendra për me u taku me vullnetin Bedriun apo tjetrin, dhe të aprovohet ai dhe 2 takime, të cilat janë bërë jashtë bazës. Ka pasur një mungesë komunikimi, një blok? Ka pas një lëshim ose ka pas një gabim në protokollin e angazhimit, komunikimit të komandantit KFOR-it me NATO-n dhe këto edhe është... Dhe është ndërprer komunikimi me një politikan? Po, është ndërprer. Ka NATO një çështje që është mirë me ditë me që e përmendet. NATO ka disa standarde shumë strikte. Nëse në NATO konsiderohet se X politikani, apo personi, apo personaliteti, ka rrjedhë informacione për shkak takimeve që i ban me personalitetin, e kuptoj, po. Përfshi edhe ndarja informacioneve në publik, shkputet komunikimi dhe është shumë strikt rikthimi më pas. Besoni ka gjani procedurë për me arrit deri te mundësia e rikomunikimit edhe me personalitete të tjera. Mirë,
Kemi një, jo, vullnet, për para se Kroni të komunikoj me ty, kemi një sondazh që kemi hapur për njerëzit që na shohin live se janë të shumt, me pyetjen apo rrezikohet seriozisht Kosova nga Serbia në këto momente, po se jo se kjo është natyrisht një opinion i përgjithshëm, asgjë më shumë. Vullnet, diçka që vreta, nëse ke vrit një detaj gjatë bisedës tonë me Ed Klullo, është fakti se qëndrimet në raport me qetësinë e cila mbretëron në veriun e Kosovës edhe me sulmin potencial që mund t'ja bënte Serbia, tashmë ka ndryshuar. Nëse dikur nuk ishte, do me thonë, deklarime se mund të ndodhë një gjë e tillë, as nuk u pohua e as nuk u mohua një fakt i tillë. Qysh e sheti këtë qëndrim të ri realisht në raport me situatën? Po, unë mendoj që është një qëndrim i ri edhe mendoj që ka informata të reja, por që neve nuk na tregohen bashkësaktësisht. Ka informata të reja dhe qëndrime të reja që nuk i dim ne. Po, sepse nëse e sheni mirë edhe mënyrën si që shpol ministri, do më thonë, kjo fjalia që atina i del, nuk është që diçka si kur e ka mendu, por si kur diçka që është ka diskuton për momentin. Do më thonë, unë e kështu e pashtë... Pra, i ka rrshitur. E ka rrshitur, ka qenë një gabim, se tha dhe Elezi do duhet ta dente një lëshim. Një lëshim se do duhet ta komunikante këtë me publikun. Është ta presioni... Do më thonë, për mes të deklaratës e ministrit, po bëmi dëshmitarë të një realitetit e ri që na po muna me kuptu që po folet për ta në për instancat ushtarake dhe për instancat e sigurisë, por që nuk është hala e komunikueshme për publikun, apo nuk është bërë hala temë politike. Por, edhe një detaj tjetër ke interesant kran. Te ministri Maqedoncin, kur u pyet ai për mënyrën se çysh kish me mbrojt, se ai tha që FSK-ja bashkë me forcat e KFOR-it ndërkombëtare mund me mbrojt vijën kufitare të Kosovës me Serbinë. Por, kur u pyet se çysh mundesh me bë këto, kur ty të vyn leja e NATO-s për me ushtrinë e veri, ai e përmendej në vendim një zotim të ish-presidentit Hashim Thaçi, i cili që nga viti 2013 ose që nga viti 2019 kur u bë publik... E cilin e ka bërë edhe vetë, me qëra fjalla, e ka bërë edhe Maqedonci vetë. Po, edhe aje tha në mënyrë shumë që është e rej për mu, që tha na e respektojmë, na ime të respektu në vazhdimësi zotimin e Hashim Thaçit në veri. Do më thënë, i bie që edhe këtë diskutim i ri që po bëhet atje, nëse rreziku potencial ekziston, kush kish me intervenu, ose kush kish me qenë procedura që për fshirje e ushtrisë së Kosovës për me mbrojt kufirin, i bjen që do të marrë lejen për NATO-s. Çka nëse NATO thot jo. Pikërisht, kjo do të ishte pyetja për zotëri Elezi. Zotëri Elezi, çka në qoftë se ndodh një situatë e tillë hipotetike, kush e ndalon FSK-n për të shkuar në veri? Para vetëm një diçka ta plotësoj vullnetin. Mos harroni se është liru prej detyrës në zëvendës ministër pikërisht për shkak deklaratave të tij që kanë të bëjnë me partnerët tonë sigurisë. Pra, se ka thënë ndërkombëtarët e kanë bërë atje. Madje ka tentuar tek KFOR-i për shkak atë në rrugëve në fjalë. Ka një farë lloj gatishmërie të pjesëtarëve të VV-s, apo anëtarëve të VV-s me orientu debatin rreth asaj kapaciteteve së angazhimit real të KFOR-it që ka. Nëse mos të harrojmë një fakt që është shumë e rëndësishme ditë. Gjithmonë në Kosovë në kuadër të angazhimeve të NATO-s përkatësisht KFOR-it. Komandantat e KFOR-it përkatësisht udhëheqësit e KFOR-it përgjithësi ndrohen, por shefi i inteligjencës gjithmonë është nga ushtria amerikane. As edhe njëherë në kuadër të marrëveshjeve mund stafi i komandantit KFOR-it, i cili më shumë është një personalitet se sa një person i cili merret me çështje operative, por shefi i inteligjencës është gjithmonë nga ushtria amerikane dhe është garantues i zbatimit të planeve operative të KFOR-it në Kosovë. Kjo është shumë e mirë. Ai bën që amerikanët e garantojnë që FSK-ja nuk do të futet në veri në një rast të tillë. Pyetja konkrete është, të jeni të sigurt se KFOR-i në rast se do të kishte nevojë për angazhimin e forcës së sigurisë Kosovës. Po. I kanë partner, marrëdhënia e KFOR-it me FSK-n është e jashtëzakonshme. Absolutisht po, dhe nëse ble amerikanët e shohin se ushtri, për dallim prej Evropës. Do ta kërkonin, por në asnjë mënyrë pa pëlqimin e SBA-s, FSK-ja nuk do të vepronte në asnjë zonë me çështje ushtarake. Mirë, vullnet. Elezi, po kthehemi te kjo pyetje tjetër hipotetike. Çka nëse NATO po i thot FSK-s, hajde, okay, mundesh me mbrojt. A ka kapacitet FSK-ja me mbrojt karshi e ushtrisë serbe? Vullnet, po. Forca e sigurisë Kosovës, të jemi të sinqert, është shumë mirë duke u strukturuar.
ka një performancë të jashtëzakonshme. Po çka nëse ndodh që tash? Po nëse ndodh tash, jemi të vetëdijshëm sepse nuk po du me ul angazhimin e tyre, që nuk i ka kapacitete më nevojshme, duke filluar nga mund të themi nga çështjet e armatimeve, ne e dimi se sa dhe çfarë nivele të angazhimit në armatime kemi, ne e dimi se çfarë leje të posedimit të armatimeve kemi, së fundmi tani po pajisim me raketa Javelin, të cilat do ta ndryshojnë forcën e sigurisë Kosovës në çështjet që po flasim, dhe pa ashtu pajisja edhe me mjetet tjera të cilat në vazhdimsi sipas marrëveshjes strategjisë sigurisë do të pajisen në Por a do të ndodhte një situatë se siç edhe e tham, Amerika e konsideron forcën e sigurisë Kosovës ushtri, se bëjnë e dim trajtimi që u bëhet ushtarëve tonë në Iowa, e gjitha këto. Por çka nëse siç thotë edhe Vullneti, do të vinë në atë situatë që të konsiderohet pjesëmarrja FSK-s në mbrojtje të vendit të saj apo jo? Çka nëse thuhet jo? Unë kam frikë që do të ketë përgjigje negative. Do të ketë përgjigje negative. O të ketë përgjigje negative. Në lidhe me kapacitetet, jo me partneritet, por në kapacitetet e saj. Për para se të kalojmë tek Vullneti për të diskutuar për të njëjtën çështje, të gjithë ju që jeni duke na ndjekur live mund të bëni pjesë të sondazhit ton duke skenuar QR kodin i cili gjendet në anën djathtë të ekranit tuaj. Pyetja për sot është shumë e thjeshtë. Apo rrezikohet seriozisht Kosova nga Serbia në këto momente? Po, ose jo, vendimi është i rëndësishëm. Vullneti ka votuar po. Elezi ke votuar. Unë votoj me përgjigjen po. Pse zotë Elezi s'ka mbështet? Po, e mbështes mund të themi në këtë arsye. E para, ne kemi një deklarim të shefit të CIA-s i cili ishte për një vizit në rajon, për ta konstatu njeriu më kompetent i mundshëm planet, ka ardhe e ka konstatu se Kosova është, mund të themi, ekspozuar për një situatë jo sigurie. Pra, ajo është momenti kur definitivt konstatohet situata. Dhe pas vizitës ti në Kosovë, kanë du dy gjërat në dhaja. E para është ndru plani operacional i KFOR-it, e dyta është marrë një vendim që në kuadër të bazës amerikane që do të ndërtohet në Kosovë, tjetë edhe baza e Homeland, dhe një bazë e Homeland Security, që nuk është në rajon, vetëm në Gjermani, dhe kjo e banë Kosovën kohë një vend interesant. Qa e specifikat e saj? Po Homeland Security është inteligenca kombëtare e Shtetit Bashkuar të Amerikës, se cila do ta ketë bazën këtu? Do ta ketë një njësi të saj në kuadër të bazës amerikane që do të jetë në bon stil, dhe do të jetë e para në Ballkan, sepse neve tani kemi vetëm në Gjermani. Por është kjo një nder, është fakti që jemi në një situatë kritike? Kjo është një nder shumë e veçantë për Kosovën dhe besoj që është një lloj pike referuese angazhimit shqiptarëve se përket sigurisë në Gadishtin Ballkan. Në rrugë zyrtare kam mësuar që edhe një kontingjent i ambasadës amerikane prej Berlinit ka zbarkuar në Kosovë para 2 viteve. Për ta plotësuar. Mos të harrojmë një fakt, SBA-ta operojnë me 6 shërbime sekrete të inteligjencës saj dhe në kuadër të ambasadave kryesisht operon CIA, e cila ka kapacitetet e saj dhe angazhimet që bashkëpunon me strukturat e zbatimit ligjit, siç janë policia. E kemi inteligjencën ushtarake e cila vjen përmes Ministrisë Mbrojtjes apo ushtrisë amerikane e cila operon dhe bashkëpunon me KFOR-in dhe kemi për shembull Homeland Security e cila mbikëqyr dhe mbështet në raste të caktuara dhe aktivitete të ndryshme në Ballkan. Janë struktura të organizuara me mirë SBA, ajo që është nder. Për Kosovën do të ishte fati më i madh i mundshëm. Jo vetëm për Kosovën, por gjithë rajonin. Retorike në kuptimin e nderit, se kanë bërë amerikanë gjithmonë. Unë po të pyes kuptimin e seriozitetit situatës që jemi. Saktë. Po padyshim që mos harrojmë një fakt, se së shpejti SBA-t planifikojnë, unë besoj që kjo do të ndodhë, që do të bëjnë një veprim të jashtëzakonshëm për vetë Gadishullin, do të bindin Putinin për të largu qendrën e spionazhit në Nish. Pikërisht atë do të bëhet një bazë amerikane e cila ka qenë, nëse ju kujtohet Montithi në Gjilan, do të ngritet e njëjta atje, madje këto çështje janë duke u diskutuar, por që çështja e ndarjes së marrëdhënieve të Serbisë me Rusinë apo shkputja, normalizimi, këtë du ta them të lutem. Pse po insiston SBA-ja në normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë? 2 çështje. Çështja e parë është që dëshiron që ta shtri angazhimin e saj ushtarak brenda Serbisë dhe të garantoj Ballkanin se Rusia nuk do të ketë mundësi me përdorë satelitin e saj për veprime të dhënshme në Ballkan, dhe dyta për me zbatu programin e ekonomisë që SBA-t kanë planifikuar me partnerët e saj në Kosovë, e që prek besoni ndoshta 10 miliarda dollar. Nëse e shikojmë në aspektin e
nëse shikojmë fakt kërkëndjes jona, nëse shikojmë në aspektin e të ardhmës, dy situatat të ndryshme po jepin shtytje njëra tjetrës. Nëse shohim lufta në Rusi, shpeshere jep shtytje zhvillimeve në Ballkan. Por gjithashtu në basën ndonjëherë dhe zhvillime në Ballkan jepin shtytje zhvillimeve atje. Tash, në çet moment kur e shohim se flitet edhe për një lloj polarizimi në mes të Putinit dhe Trumpit, a ka mundësi që të ndikoj më shumë pozitivisht kjo, në kuptimin e asaj që të ketë një bashkëpunim më të madh të Serbisë me Amerikën në kuadër të një avancimi më të lehtë të Rusisë në luftën e saj? Unë ju kujtohet, duhet ta përmend, vëllat, deshta mi drejtu, vlen edhe për ty. Duhet ta theksoj një fakt. Ju kujtohet kur bashkë kemi diskutu në lidhje me rreziqet tërheqjes NATO-s prej Kosovës. Kam thënë decidivisht, jo që s'ndodh, po do të kemi riorganizim madje më të fuqishëm se kemi pas. Pra, prezencë më të madhe amerikane. Prezencë më të madhe. E dyta që duhet të përmend të që ju thatë. Vullnat edhe Kroni, të lutem, vullnat ma ke morë vëmendje, vullnat. Se po kjo po hutot ma ke morë vëmendje. Kjo është mirë, ma ke morë vëmendje. Dhe krejt kjo për shak analizave që i ketë mira. Ajo që duhet të them, se këfori, përkat se Shtetet e Bashkuara të Amerikës që janë, mund të themi, fuqia kryesore në NATO, që derivon zhvillimet jashtëzakonshme të sigurisë, ka për qëllim që me shkput Serbinë prej ndikimit të Rusisë. Dhe prandaj ka një impakt. E para, mos e harroni këtë çështje. Shtetet e Bashkuara të Amerikës veprojnë në bazë të programeve dhe planeve operative që hartohen pikërisht nga inteligjenca e saj. Në Rusi e keni parë që gjithmonë kur janë afruar çështjet e mbylljes së diskutimeve rreth Ukrainës, është ngritur domethënë në niveli. Po me drejta Kroni, se shkon kështu, si prandaj SBA-ja në momentin kur ka vendosur me dërgu ambasadorin Hill në Beograd, një person i cili është rrit në Beograd dhe është dhënë rrytëne, ka vendosur që me pas një ndikim pikërisht tek struktura politike në mënyrë që ata, kuptohet me një stat mjaft vështirë, se nuk është e lehtë me shkput Serbinë prej Rusisë, se është një satelit shekullor dhe janë vetë... Por fakti që u dëbua nga Florida u kuptua qartë. Qartësu ki farë. Është edhe shqetësuese një fakt, që unë e shoh shumë. Pse Amerika nuk ka një ambasador në Kosovë? Ka në Serbi, ka në vend të tjera të rajonit, ka në Europë, në Kosovë nuk ka saktuar një ambasador. Ku të qënë ty kjo, Vullnet? Ku të qënë ty si analist? Ku të qënë janë dyshimet e tua? Nuk të di, ati pse, se e kena dy situata të se. E kemi një blaf të Vučićit në Amerikë që i ka ndodhë. Sepse u kriju një fatpërshtypje që në qenë se djali Trumpit, po vjen për vizitojnë, po bën podcast me Vučićin, edhe për kritikon pak NATO-n për intervenimin në Kosovë, Vučić e mund një farë zemra dhe shkoj me utafu. Ishte frik, Vullnet, ishte frik, se në fundit mund të interpretohet e tillë, po. Edhe plani Vučićit që me shku me taku mrena një javës, edhe me Trumpin, edhe me Putinin, i dështoj, sepse në Amerikë dështoj me taku me Trumpin, dështoj edhe me hy pjesë e asoj në Maradona. U bëjke shumë i madhë tani. Po, edhe ta shkojnë vetëm në Rusi, por edhe një sem për këta për rrezikun e tanishëm. Kush do të shmenon që nuk ka rrezik të tanishëm, të ndonjë ndërhyrje të Serbisë në Kosovë është shumë naiv. Për shkak që prej rastit të Banskës, mbi 85% e materialeve të përdorura, ushtrimeve të bëra për të ndërhyrjen e Banskë, kanë qenë pjesë e ushtrisë së Serbisë. Do të thotë, na Banska nuk ka ndodhur një organizim, një grupim kriminal. Unë e kom pa vetë armatimin kur ka qenë ekspozum. Vetë armatimi. Është vetë shteti i Serbisë. Hartave. Gjithçka ka qenë e shtetit e Serbisë. Është naive që ti me besim. Pra nuk ka qenë një grup terrorist, ka qenë një grup brenda ushtrisë së Serbisë. Një detalj. Ka si terrorist. Po trajnuar dhe suportuar vazhdimin nga ushtria serbe. Vetëm një detaj. Prokuria ka dështu deri tani me përfshin në kuadër të akuzës së shtetin e Serbisë. Zotri Elezi, kjo është edhe pyetja ime e fundit për juve, diçka që ju thatë paraprakisht lidhet me atë se çfarë thonë konspiracionistët, vetëm se ju shpjeguat me një formë tjetër, ata e shpjegojnë kronologjikisht me një formë tjetër. Pra ju thoni se Amerika dëshiron ta fusë në dorë Serbinë që një herë përgjithmonë t'i jap fund impaktit rus në këtë pjesë të botës. Mirë po, sipas konspiracionistëve thuhet se do të inskenohet një situatë politike ku Serbia sulmon Kosovën që të mirët shkas pastaj për hyrjen e trupave aleate në Serbi. Mendon se qëndron kjo apo do të jetë një formë krejtje? Jo, unë mund t'ja them me përgjithësi dhe mbanë mend. Para 5 maj 2030,
do të kemi një shkëput para 5 muajt, viti 2030, do të kemi një shkëputet të Beogradit zyrtare me Moskvën zyrtare, do të kemi një angazhim të ushtrisë amerikane brenda territorit të Serbisë përkatësisht. A hiqet një lider politik apo çka? Po, padyshim që struktura politike në Serbi do të ndryshoj. E ju kujtohet që kam thonë këtë dhe unë uroj që mos ndodhë, por kam shumë frikë që do ndodhë përmes dhunës. Po për këtë çështja ushtrisë është të shpjegu. Ushtria do të vendoset në brenda Serbisë dhe në Nish. Do të jetë kampi Ushtria amerikane në Nish, jo unë. Kampi Montith i Gjilanit, nëse kujtohet, ka qenë një kamp atje që sot është Forca Sigurisë Kosovës, do të vendoset atje. Zdeshta me folë për këtë çështje sepse tingëllojnë... Shtrejena, na ti nxerrin fjalët. Me zërë ti nxerrin fjalët, do të vendoset atje dhe përgjithmonë do të sigurohet paqja në Ballkan. Kjo është edhe angazhimi i SBA-s. Ju kujtohet në moment që e kam përmendur të arri përsëris. Në vitin 2003 kisha dëgjuar për çështën e NATO-s për malin e Zi dhe për pavarësinë e Kosovës, dhe ajo po ndodh tani edhe për 5 maj 2030 është dita fundit. 5 maj 2030, ushtria amerikane do zarkojnë për para kësaj. Okej, duar tërkitje po e mbyllim me kaq. Faleminderit shumë Vullnet Krasniqi që gjithmonë unik në paraqitjet analizat e tij. Ta them kështu me plot gojë siç edhe është edhe Elizi, fantastik në punën e tij. Faleminderit shumë. Vlerë që ju kemi. Natyrisht ne shkputemi tani me pak publicitet kron sepse ka diçka tjetër këtu në Kosova Today. Aq e rëndësishme. Kemi edhe dy figura të tjera që po ashtu janë vlerë të këtij emisioni. Po për ato do të dëgjoni pas marketingut. Po, kësëndashjen e mbajmë të hapur, do e mbajmë akoma të hapur se shoh që ka një interesim të madh të njerëzve për të përgjigjur. Ne shumë shpejt kthehemi, meritojnë fundjat pak pauzë.